ka bërë namin, pra se thua ka kërkuar disa dënime maksimale, sigurisht gjë KKO-ja, pra gjykata speciale që do t'i konfirmoj, apo do t'i ullë, apo t'i skontoj ato, përsa e përket aferës, po themi, të serizimit, si mbas pak, si mbas donë ky korupcion, merë i tëri si paket 36 vjetë burg kërkon spaku për ata cilët kanë gjyrë gishtin, kanë futur dorën, kanë ngrënë, kanë pirë, pikurizën e parave të shqiptarëve si mbas spakut, pritet kuptohet gjykata. Është shumë të 36 vite burg për sterilizimin, pra dënimi më i lehtë është, se thua është më i rëndi është 8 vjetë, më i lehti është këtu 4-5 vjetë. Pra janë, pra që para se pretendohet që janë vjedhur, apo është i kompromis që në akuzë. Në fakt, kjo është edhe paradoksi i sistemit penal shqiptar, sepse këta lloj individësh, në atë që është dëmi real që i shkaktojnë shoqërisë, nëse do dënohen gjithmonë deri në prezumimin e pafajësisë, është shumë herë më i madh se sa masa ndëshkimore. Që do të thotë, ka një përmirësim në kuptimin e përgjithshëm të kërkimit të një mase dënimi më të rëndë se ato që jemi mësuar për vepra penale të korrupsionit në vetvete, por nga ana tjetër, duke qenë se sistemi ka ato ujërat e veta brenda, unë mendoj që në proporcion me pasojën, sepse gjithmonë shihet edhe pasoja, janë 100 milion euro të taksave tona, i hap dritaren kujdo që është në këtë sektor, që të thotë për 3 vjet, 4 vjet apo dhe 5 vjet burg, nëse unë fitoj 100 milion euro, apo gjithë masën e volumit të parave që lëvizin nëpërmjet tenderave, pse mos t'i bëj? Në fundit siguroj brezin e parë, të dytë, të tretë, shoqërohet me sekuestrimin e pasurive? Jo, tani këtu ka një problem. Nuk ka. Se në rastin konkret, dhe besoj që Igli do t'jetë shumë më specifik son të paktën për këtë rast konkret, që akuza ka disa probleme në mënyrën jo ka mashtrim, jo grupi strukturuar, ka disa elemente në brënda teknik, po për teksaj. Është konsiderohet një grupi strukturuar kriminal, apo? Akuza me sa di unë është për grup strukturuar kriminal dhe kuptohet që kjo ka një shtim dënimi me 5 vjet